dhe Kina në këtë forum të rëndësishëm dhe në këtë pikpamje duhet ta shohim si një alternativë ndaj blokadës aktuale të sistemit ndërkombëtar në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Ndonë se duhet të tregojmë mirë kuptim se i përket zërave, si të themi, ultraliberal në shprehjet të disa shqetësimeve për nismën e presidentit Trump, unë jam i bindur që jo vetëm rëndësia kapitale për Kosovën në kuptimin strategjik, por edhe qasja pragmatike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me presidentin Trump, përkatësisht me doktrinën e tij të paqes përmes forcës, është ndoshta instrumenti më adekuat aktualisht që të jepet përgjigje e duhur kërcënimeve të paqes kudo në botë, dhe në këtë rast nuk kemi të bëjmë vetëm me Gazën, duhet të kemi parasysh Ukrainën si një truall gjithashtu i rëndësishëm i konfliktit ndërkombëtar që ekspozon kërcënime të drejtpërdrejta për paqen në Evropë, dhe në anën tjetër në qoftë se i referohemi zgjatimeve të këtij konflikti përkatësisht rolit të Serbisë në Ballkan si një shtet proksi i Rusisë me metodat njëjta dhe me instrumente të njëjta hibride, jo vetëm kundrejt Kosovës, por edhe disa vendeve të tjera në rajon, atëherë ftesa për Kosovën është padyshim me rëndësi kapitale historike për Kosovën edhe si mesazh ndaj Serbisë, edhe si mesazh për të gjitha shtetet dhe organizatat mosnjohëse të Republikës së Kosovës deri më sot, për shkak se kjo në mënyrë të drejtpërdrejtë de facto e konfirmon Kosovën